problemi pra fillon te qytetari, por zgjidhja nuk fillon te qytetari, fillon te deponia. Problemi duhet filloj të trajtohet me krijimin e një infrastrukture deponuese moderne të mbeturinave. Ne, e tha dhe Djedoni për qartësim, në këtë fazë nuk e kemi në menaxhim deponin e rajonit Pejës, por i kemi në menaxhim 4 deponi tjera rajonale, që janë deponia rajonale e rajonit Prishtinës që është në Mirash, deponia rajonale në Prizren që është në Landovic, deponia rajonale e Gjilanit, cila është në fshatin Velekinc, dhe e kemi deponin komunale paka shumë të Podujevës që është një deponi e vogël. Në që gjitha deponit është i kalu koha e deponimit, koha e planifikuar e deponimit dhe volumi i planifikuar i mbeturinave të pranuar, në gjitha deponit. Me përjashtim një deponi e re e ndërtuar në Zveçan, e cila është ndërtuar nga Bashkimi Evropian, ka përfunduar para disa vitesh, është deponi moderne, por nuk është fut për arsye politike ende në funksion. Ne, si KMDK, si shtet, e kemi një model të mirë. KMDK-ja është një model i mirë i menaxhimit të deponive në mënyrë të centralizuar. Unë nuk e di arsyen pse PEA ka ngel kur është kriju KMDK-ja, pse ka ngel jashtë KMDK-s mirë, po shtetet e rajonit po na shohin neve si model për punën e menaxhimit të centralizuar të deponive. Sepse tash gjendja në deponit tona e trashëguar është shumë e keqe edhe në deponit tona. Po është pak më e mirë se sa ato që i menaxhojnë komunat. Është e mirë kjo puna e menaxhimit centralizuar sepse e krijon një rrjet përbashkët të deponive edhe ka mundësi të transferimit resurseve prej një deponie te tjetra, ka mundësi të transferimit të njohurive prej njërës deponie te tjetra, një qendër i menaxhon edhe i trajnon edhe i kontrollon situatën më mirë në për deponi. Padosh me relativizu çështjen që me cilën po përballet ambienti tash, zjarret në deponi janë gjë e zakonshme. Jo vetëm ne, po gjithmonë. Sepse është shumë e thjeshtë vjen xham, kur xhami e koncentron dritën e diellit në nivel, aty nizet zjarri. Në deponi ka lëndë enorme djegëse, ka shumë lëndë e cila mund digjet lehtësisht. Ka plastik, ka letër, mund ta imagjinoni çka ka në mbeturina, po sasaj ka edhe sasi enorme të metanit, e cila është lëndë djegëse. Pra është kogja sfiduese me i parandalu, është e mundshme me i parandalu, po është shumë sfiduese, është proces shumë sfidues, duhet monitorim i vazhdueshëm me i kap ato zjarre, me i shu ato zjarre, dhe nuk është e lehtë me i shu zjarret në deponi. Fatkeqësisht në prej praktikës në deponi tona kur kemi zjarre, uji për që në çdo zjarr tjetër uji është armiku kryesor i zjarrit, në deponi uji nuk funksionon. E vetmja që ka funksionu në deponi tona është dheu. Sasia dheu me mbulu, me mbyt zjarrin flakën brenda edhe po kjo ka njerë është e vështirë. Edhe ne kemi probleme me sasin, me numrin edhe me cilësinë e mekanizmit që e kemi trashëgu. Tash po dalë çka është bë dhe çka është duke u bë për rehabilitimin e deponisë sanitare në Pej, të rajonit të Pejës, i cili është hapi i parë për zgjidhjen e problemit të mbeturinave. Se po them hapi i parë prapë se edhe ka pas edhe projekte edhe prej OSQ-ve për ndarjen e mbeturinave në burim, të cilat pastaj kanë përfunduar në të njëjtin kamion edhe kanë përfunduar në të njëjtën deponi edhe nuk trajtohen. Do të flas pak më vonë edhe për hapa të tjerë që duhet t'i ndërmarrim si shtet për zgjidhjen e këtij problemi. Ti më tregon kur është bë, se unë mund me fol deri në 5. Mund me fol deri në 5 Po, kemi edhe pjesën tjetër. Kur do të flasim për çka është duke u bë. Ne si policinë vazhdimsi kemi pasur edhe në të kaluar një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha institucionet. Në rastin konkret të zjarri, në momentin e parë kur na jemi njoftuar për zjarrin, do të thonë konform me autorizimeve, kemi marrë veprimet e nevojshme, si në çdo rast tjetër, kemi intervenuar, do të thonë aty dhe aktivitetet policore nuk kanë munguar. Gjithmonë bashkëpunim me
me drejtorinë, dhe më thonë që është për emergjenca me zjarë fiksit. Mirë po ne si polici konsideroj se kemi pas një bashkëpunim me cekit dhe kryeshefi shumë të mirë, që është cekët edhe ju, fillimisht në sigurin edhe në mbarvojtjen edhe të menaxhimit edhe të intervenimit edhe të zjarë fiksë aty. Kuptohet e ceken edhe para folësit, çështja, dhe më thonë rasti i zjarrit në deponinë për Koce, nuk mund të shuhet ose nuk mund të ketë një trajtim të aty para tyshëm. Mirë po aty kanë intervenu organet për Koce, dhe më thonë edhe kompania e mbeturinave, edhe ka qenë e qetë, situata ka qenë në kontroll, edhe thjesht në asnjë çdo rast tjetër për sigurimin prapë thash, edhe të mbarvojt edhe në rastin konkret të pakënaqësisë të qytetarëve që kanë qenë aty, na kemi qenë prezent edhe misioni i jonë ka qenë që të bëhet puna ose të vazhdoj angazhimin institucioneve publike në realizimin e detyra dhe punëve të tyre, në këtë rast kompanisë Higjiena. Po ma konkretisht na si komunë kryetori, faktikisht qysh në vitin 2020 ka lidh një marrëveshje me qeverinë, në atë kohë me ministrin Libor Naleun, edhe me KFV-n, do të thonë Bankën Botërore Gjermane, për ndërtimin e deponisë së re dhe mbylljes së deponisë së vjetër. Aty marrëveshja ka qenë në atë kohë që 9 milion mu pagu prej Bankës Botërore Gjermane, 3 milion ka pas komuna. Atër edhe çmimet janë kohë ndryshe dhe projekti janë kohë më ndryshe. Kështu që pas në shkrimit asaj marrëveshje, qeveria veç ka hinë sanksionet BE-s edhe procesi ka ngesë dikun jo 4 ose 5 vjetë deri sa tash veç u lirun këto masat ndaj qeverisë. Edhe na me njëherë prapë kemi bo marrëveshje të re me KMDK-n për transferin e 1 milion euro në këtë vit dhe 2 milion euro në vitin e ardhshëm që i kem tash planifikim buxhetit për ndërtimin e asaj deponie. Të në kohën flasim edhe mbylljes e deponisë së re. Pas takimit që kem pas me zyrtarët KMDK-s, është konstatu që ka ridizajnim të kësaj deponie, ku do të rritet kapaciteti edhe do të zgjidhet problemi deri në 2045, që kom informata jo bashkë sakta, për këtë deponi, por këtu ma konkretisht mundem ju folë KMDK-ja. Edhe na jem proces të letrave, dokumentacionit, si komun jem të kontribu të përkthimi i parcelës, çdo që na u ka kërku gjithmonë jem kënd gatshë me kontribu. Gjatë kësaj periudhe ndodhi kjo që u djeg edhe tash a me qëllim a pa qëllim, rastësisht është temë tjetër. Na jemi mundu që me kryeshefin, komunikim me policin, tash së fundit edhe me KMDK-n, që na si komun mi ndihmu me 15.000 euro emergjente ndërmarrjes, jem gatshëm prapë në bazë diskutime me kryetarin me ndihmu, po ashtu jemi mundu që me najnë komunikim gjatë gjithë kohës që ka pas atje edhe me policinë e Kosovës, ka pas protestuese, ka pas edhe ata me arsyet veta që gjendja gjithmonë me konë në kontroll, që pasi që atje u bo një problem i madh mos bëhet tjetri edhe më i madh që është bllokimi i qytetit me mbeturina, se pasi për 3 ditë me njëherë nisi mu bo problemi edhe në qytet se nuk u mbledhshin mbeturinat edhe më i ke marrë të ejtë një pasojë edhe më e madhe. Atëherë, kur protestohet për më bëhet diçka më e mirë, jo për më rrit problemi, por për më zvoglu, në atë rast shkoj këtu rrit problemi. Kështu që tash jem të qeshje teknike që drejtori Djedoni është ma në ngjarje, edhe ato besoj i keni diskutu, po na si komun jemi të gatshëm me kontribu çka do që kërkon KMDK-ja, Banka Botërore për dokumentacione që me konë të gatshëm se me fillu sa ma shpejt ndërtimi i deponisë së re që është fazën finale besoj, njëkohësisht me kontribu çka kem kapacitete për fikjen e Zarit edhe përfundimin e kësaj 4 ure, për shkak se veç kanë fillu edhe sot presionet edhe prej komunave tjera se edhe Klina dhe thash Istogu, Deqani, se cila komuni bjen këtu të na mbeturinat. Ata që shkumni do piqojnë në deponi tjera, do kanë kriju deponi emergjente që edhe ata tash ju kryuon probleme